Puthja shkatëroi gjithçka. Era e ftohtë e pasdites përplasej, lehtë mbi dritaret e shtëpisë së vjetër në periferi të qytetit. Qielli ishte i rënd, si të paralajmëronte një stuhi që nuk do të vinte nga ret, por nga zemrat e njerëzve brenda asaj shtëpie. Arbeni qëndronte në makinë, me duart e mbërthyera fort në timon. Kishte dalë më herët nga puna atë ditë. Një parandjenje e çuditshme e kishte shtyrë të kthehej pa lajmëruar. Nuk e dinte pse, por ndjente se diçka nuk ishte në rregull. Gruaja e tij, Elira, ishte shtatzën në muajin e 7, fëmia i tyre i parë. Ai duhej të ishte njeriu më i lumtur në botë, por prej javësh, një hije e padukshme ishte futur mes tyre. Heshtje të gjata, vështrime që shmangeshin, biseda që mbylleshin në mes. Ai doli nga makina pa bërë zhurmë. Hapi portën me kujdes. Shtëpia dukej e qetë, shumë e qetë. Hapat e tij kumbonin lehtë në korridorin e jashtëm. Kur arriti pranë dritares së sallonit, ndaloi. Brenda, përballë tij, ndodhi ajo që do t'i ndryshonte jetën përgjithmonë. Elira qëndronte pranë babait të tij, mentor, dhe në atë çast, ajo u përkul lehtë dhe e puthi në buzë. Jo një puthje formale, jo një përqafim familjar. Ishte një puthje e gjatë, e ndaluar. Bota e Arbenit u shem. Gjaku ju ngrit në kokë. Zemra nisi të rrite aq fort, sa mendoi se do t'i shpërthente kraharori. Nuk mund të merrte frym. Syt i mbetën të ngrirë në atë pamje. Babai i tij, gruaja e tij, në të njëjtën shtëpi, në të njëjtën tradhti. Ai shtyu derën me forcë. Zhurma i bëri të dy të kthenin kokën menjëherë. Elira u zbe. Dora i shkoi instinktivisht mbi bark. Mentori u tërhoq një hap pas. Arben pëshpëriti ajo, por ai nuk dëgjonte më. Çfarë po bënit? Zëri i tij dridhej nga tërbimi. Heshtje. Mentori u përpoq të fliste. Nuk është siç duket. Esë. Bërtiti Arbeni. Mos më thuaj që nuk është siç duket. E pash me sytë e mi. Elira filloi të qante. Të lutem, më lërta shpjegoj. Çfarë do shpjegosh? Ai qeshi me hidhërim, që po e ngushëlloje babain tim me buzë. Mentori ngriti zërin. Mjaf, nuk ka asgjë të pistë këtu, por fjalët e tij tingëlluan boshe. Arbeni ndjeu se po mbytej nga turpi, nga zemërimi, nga ndjenja e poshtërimit që e përfshiu si një vale zezë. Ai e shikoi Elirën drejt në sy. Fëmia, tha me zë të ulët. Është i imi, pyetja ra si bombë në dhomë. Elira u drodh. Si mund ta thuash këtë? Pëshpëriti ajo me slotësh, por në sytë e saj kishte diçka. Frikë, jo vetëm nga humbja e tij, por nga e vërteta. Arbeni u kthye nga babai i tij. Sa kohë? Mentori i heshti. Kjo heshtje ishte përgjigja më e tmerrshme. Arbeni ndjeu se po e humbiste arsyen. Ai kishte besuar në familje, në nder, në bes, në respektin për gjakun. Dhe tani, gjithçka dukej si një gënjeshtër e madhe. Ai mori qelsat nga xhepi. Po iki. Arben, mos. Bërtiti Elira, duke u përpjekur të afrohej. Ai ngriti dorën për ta ndaluar. Mos më prek. Sytë e tij u ndalën për një moment mbi barkun e saj të rumbullakosur. Aty brenda ishte një jetë, por në mendjen e tij, gjithçka ishte helmuar. Nëse ai fëmijë është i imi, do ta marr vesh. Por deri atëherë mos më kërko. Dhe ai doli nga shtëpia pa u kthyer pas. Elira u rrëzua në divan, duke mbajtur barkun me të dyja duart. Mentori qëndroi ngrirë, i shkatëruar nga ajo që kishte ndodhur. Por askush nuk e dinte ende të vërtetën e plotë. Puthja që Arbeni pa nuk ishte ajo që ai mendonte. Dhe sekreti që fshihej pasaj do të trondiste jo vetëm martesën e tyre, por të gjithë familjen. Sekreti duke i rënd së tradhtia. Shtëpia u mbush me heshtje, sapo dera u përplas pas Arbenit. Zhurma e makinës së tij që largohej u zhduk ngadalë në fund të rrugës, duke lënë pas një boshllëk që dukej sikur përpinte ajrin. Elira rinte e ulur në divan, me duart mbi bark, duke marrë frymë me vështirësi. Lotët i rridnin pa pushim, jo vetëm nga dhimbja e asaj që ndodhi, por nga frika për atë që do të vinte. Mentori qëndronte në këmbë, impir. Ai dukej më i plakur se kur në ato minuta. Duhet ja kishim thënë më herët, tha ai më në fund, me zë të rëndë. Elira ngriti syt drejt tij. Ai nuk do ta kishte përballuar. Po tani, mendon se e përballoi më mirë kështu. Fjalët e tij ishin të ashpra,
por jo nga zemërimi. Nga pendesa, Elira u përkul përpara, duke mbajtur barkun. Ai mendon se unë, zëri i saj u thye, se unë kam tradhtuar me babain e tij. Mentori mbylli syt. Puthja ishte gabim. Ishte një falënderim, tha ajo me slotësh. Ishte mirënjohje, por në sytë e një burri të plagosur, mirënjohja nuk dukej si mirënjohje. Ndërkohë, Arbeni voziste pa drejtim. Mendimet i përplaseshin në kokë si rufe. Pamja nuk i largohej nga syt. Buzët e saj mbi buzët e babait të tij. Sa kohë kishte zgjatur kjo? A kishte qenë gjithmonë aty, para syve të tij, dhe ai kishte qenë i verbër? Ai ndaloi makinën pranë një rruge të zbrazët. Goditi timonin me grusht. Si munde, pëshpëriti, por brenda tij kishte edhe diçka tjetër. Një dyshim që e gëryente. Elira nuk ishte sjell si një grua që fsheh një lidhje. Ajo kishte qenë e friksuar, e dëshpëruar, dhe babai i tij nuk dukej si një burr që kishte fituar diçka. Dukej i thyer, por krenaria e Arbenit ishte më e fortë se arsyetimi. Ai nuk u kthye atë natë. Në shtëpi, mbrëmja ra e rënd. Elira u ngrit me vështirësi dhe shkoi në dhomën e gjumit. Çdo hap i dukej më i rënd se i mëparshmi. Fëmia lëvizi në bark, sikur të ndjente trazimin e saj. Ajo u ul në shtrat dhe mori telefonin. Asnjë mesazh, asnjë telefonat, vetëm heshtje. Mentori qëndronte në kuzhinë, duke parë në boshllëk. Ai e dinte se kishte bërë një gabim fatal. Jo tradhti, por fshehje. Sekreti që mbante nuk ishte i tij për ta ruajtur më. Të nesërmen në mëngjes, Arbeni u shfaq papritur në shtëpinë e mikut të tij të ngushtë, Ilirit. Çfarë ka ndodhur? Pyeti Iliri sapo e pa fytyrën e tij. E pash, me sytë e mi. Çfarë? Elirën duke puthur babain tim. Iliri mbeti pa fjalë. Je i sigurt? E pash. Nuk ishte një përqafim. Ishte puthje. Heshtje e gjatë. Dhe fëmia? Pyeti Iliri me kujdes. Arbeni uli syt. Nuk e di më. Fjala nuk e di i dhembi më shumë se çdo gjë tjetër. Iliri mori frymë thellë. A e dëgjove shpjegimin? Çfarë shpjegimi mund të ketë? Ndoshta ka diçka që ti nuk e di. Arbeni u ngrit menjëherë. Çfarë mund të mos di? Që babai im po më merr gruan. Mos fol kështu, tha Iliri ashpër. Mentori nuk ka qenë kur ai lloj burri. Këto fjalë e goditën Arbenin, sepse thellë ai e dinte. Babai i tij kishte qenë gjithmonë njeri me parime. I rrep, i drejt. A do ta shkatëronte ai familjen e djalit të vet? Dyshimi nisi të lëkunte bindjen e tij. Ndërkohë, në shtëpi, Elira mori një vendim. Ajo nuk mund të priste më. Nëse Arbeni nuk do të kthehej për të dëgjuar, ajo do ta detyronte të dëgjonte. Ajo mori telefonin dhe i dërgoi një mesazh. Duhet të flasim për të vërtetën. Për jetën tënde. Arbeni e pa mesazhin disa minuta më vonë. Zemra i rahu fort. Për jetën tënde. Çfarë do të thoshte kjo? Ai e telefonoi menjëherë. Çfarë do të thotë ky mesazh? Zëri i tij ishte i ftohtë. Në anën tjetër, Elira mori frymë thellë. Do të thotë që ajo që pe nuk ishte tradhti. Ishte falënderim. Falënderim për çfarë? Heshtje e shkurtër. Pastaj ajo tha fjalët që do ta trondisnin. Babai yt të shpëtoi jetën, dhe unë e mora vesh vetëm dje. Arbeni mbeti i ngrirë. Çfarë po thua? Ka diçka që nuk ta ka treguar kur. Diçka për operacionin që pate 5 vite më parë. Fryma ju bllokua. Ai kujtoi spitalin, operacionin urgjent, komplikacionet, transfuzionin. Çfarë lidhje ka kjo me e? Ka gjithçka. Zëri i saj u drodh. Donatori ishte ai. Heshtje. Një heshtje që shpoi ajrin. Arbeni ndjeu se toka po i rëshiste nën këmbë. Jo, pëshpëriti. Po. Ai nuk donte që ti ta dije, por dje mjeku e përmendi rastësisht kur po flisnim për analizat e mia. Ai rrezikoi jetën për ty. Dhe unë e putha, sepse më në fund e mora vesh të vërtetën. Lotët e saj dëgjoheshin në telefon. Nuk ishte puthje dashurie. Ishte mirënjohje. Ishte falënderim për njeriu që po të mban gjallë sot. Arbeni nuk fliste. Kujtimet nisën të përziheshin në mendjen e tij. Babai i tij që rinte çdo natë në spital. Babai i tij që duke i lodhur, i zbet, por që kur nuk u largua. Ai kishte menduar se ishte thjesht shqetësim.
por ndoshta kishte qenë sakrificë. Pse nuk ma tha? Zëri I tij ishte tani I thyer. Sepse është babai yt, sepse donte që ti të ndiheshe I fortë. Jo borxhli, heshtje e gjatë. Pastaj Elira tha me zë të ulët. Dhe fëmia është I yti, Arben. Nuk ka pasur kur askën tjetër. Në anën tjetër të linjës, Arbeni ndjeu turpin të përhapej si zjarr në gjoks. Ai kishte akuzuar, ai kishte dyshuar, ai kishte braktisur gruan shtatzën, por ai ishte tepër vonë për t'u kthyer. Kthimi ishte vë I njëjti. Telefonata mbaroi, por fjalët e Elirës vazhdonin të jehonin në kokën e Arbenit. Donatori ishte ai. Ai qëndroi I ulur në makinë për disa minuta pa lëvizur. Zemra I rrihte fort, por këtë herë jo nga zemërimi, nga turpi. Kujtoi netët në spital, dhimbjen, mjekët që hynin e dilnin me fytyra serioze. Ai kishte qenë mes jetës dhe vdekjes pas komplikacionit të papritur. Dhe gjatë gjithë asaj kohe, babai I tij kishte qenë aty, por kishte edhe momente që tani merrnin kuptim tjetër. Mentori ishte zhdukur për disa orë në ditën e operacionit. Ishte kthyer I zbet, I dobët, por kishte buzëqeshur. Çdo gjë do të shkojë mirë, bir. Arbeni e kishte menduar si lodhje. Tani kuptonte. Ai ndezi makinën. Nuk mund të rinte më larg. Kur arriti te shtëpia, porta ishte gjysmë e hapur. Drita e sallonit ishte ndezur. Ai hyri pa bërë zhurmë. Elira ishte ulur në divan, me një batanie mbi supe. Syt I ishin entur nga të qarat. Dora I rinte mbi bark, si gjithmonë. Mentori ishte në këmbë pranë dritares. Kur dera u hap, të dy kthyen kokën. Heshtje. Arbeni ndjeu se fjalët I mbetën në fyt. Ai e pa babain e tij ndryshe tani. Jo si rival, jo si tradhtar, por si një njeri që kishte mbajtur një sekret të rënd për vite. Është e vërtet? Pyeti më në fund, me zë të ulët. Mentori nuk u përpoq të shmangej. Po, vetëm një fjalë. Pse? Babai I tij mori frymthell. Sepse je djali im. Nuk ka pse për këtë. Pse nuk ma the? Sepse nuk doja që të më shikoje si shpëtimtar. Doja të më shikoje si baba. Dhe baballarët bëjnë çfarë duhet, pa kërkuar falënderim. Fjalët I pren këmbët Arbenit. Ai u ul në karrigen më të afërt. Unë mendova se zëri u drodh, se më tradhtuat. Elira uli syt. E di, të akuzova për fëmijën. Lotët I rodhën përsëri asaj. E di. Arbeni ngriti kokën dhe e pa drejt në sy. Më fal. Ishte hera e parë që ai e thoshte me gjithë zemër. Mentori u afrua një hap. Gabimet ndodhin kur zemra lëndohet. Por papritur, Elira u përkul përpara, duke mbajtur barkun. Zëri I saj ishte I mprehtë. Të dy burrat u ngritën me një herë. Çfarë ke? Pyeti Arbeni I alarmuar. Dhimbje shumë të forta. Uji I rëshiti në dy sheme. Syt e Arbenit u zgjeruan. Jo tani. Mentori reagoi I pari. Merr qelsat. Spitali. Arbeni e ndihmoi Elirën të çohej. Ajo mezi qëndronte në këmbë. Është herët, pëshpëriti ajo me frikë. Ai e mbajti fort. Jam këtu. Nuk do të lëmë. Në makinë, rruga dukej më e gjatë se kur. Çdo sekond ishte ankth. Arbeni mbante dorën e saj gjatë gjithë kohës. Më fal që u largova, pëshpëriti ai. Ajo e shikoi mes dhimbjesh. Thjesht mos u largo më. Ai e shtrëngoi dorën më fort. Kur? Orët në spital kaluan si në mjegull. Mjekët e futën Elirën me urgjencë në sallë. Arbeni priste jashtë, duke ecur lart e poshtë. Mentori qëndronte I ulur, I qet nga jashtë, por me duar që I dridheshin lehtë. Nëse ndodh diçka, nisi Arbeni. Nuk do të ndodh, e ndërpreu babai I tij. Duhet të besosh. Arbeni u ul pranë tij. Për herë të parë, pas shumë kohësh, nuk kishte distancë mes tyre. Faleminderit, baba. Mentori e pa. Për çfarë? Për jetën time. Babai I tij buzëqeshi lehtë. Ma kthe duke jetuar mirë. Pas disa orësh, dera u hap. Një mjek u afrua me buzëqeshje. Urime. Keni një djalë të shëndetshëm. Bota ndaloi për një sekond. Arbeni ndjeu lotët t'i mbushnin syt. Elira. Është mirë. E lodhur, por mirë. Ai u mbështet pas murit, duke marrë frymthell. Mentori I vuri dorën në shpatull. Tani e kupton. Arbeni e pa I hutuar. Çfarë?
Sa e lehtë është të humbasësh gjithçka për një moment dyshimi. Ai pohoi me kokë. Kur hyri në dhomë dhe pa e lirën me foshnjën në krah, zemra ju mbush. Ajo ngriti sytë drejt tij. Duket si ti. Ai u afrua, e puthi në ballë. Këtë herë, pa keqkuptime. Është djali ynë. Ai e mori foshnjën në krah. Një ndjenje që nuk e kishte provuar kurrë. Mentori qëndronte pak më larg, me sy të lagur. Arbeni u kthye drejt tij. Dua që ta mbash. Babai i tij hezitoi. Jam gjysh tani. Dhe heroi im, tha Arbeni. Mentori e mori nipin në krah me duar të kujdesshme. Në atë moment, familja u rindërtua. Jo sepse nuk kishte pasur gabime, por sepse e vërteta doli në dritë, sepse falja ishte më e fortë se krenaria, dhe sepse një puthje që dukej si trati, ishte në fakt shenjë sakrifice.